Përshëndetje dhe mirë se vini në Ajo Podcast. Ajo që ka ardhur sot, kishte vendosur që të bëhej speaker e lajmësh kur bënte prova para pasqyrës sipas modeleve të kohës, por në fakt është prej shumë vitesh prapa kamerave duke drejtuar një nga redaksit më të ndjekura të televizioneve informative në vend. Edhe e ka nisur gazetari në vitin 1994, ka trokitur për herë të parë në studiot e Radio Korçës, qyteti ku ka lindur dhe është rritur, dhe një ftesë në televizionin Koha nga Adi Krasta e bëri të udhtoi drejt Tiranës, ku filloi punë edhe si speaker, edhe si gazetare, por arriti të bëjë edhe zëvendës kryeredaktore dhe drejtore e informacionit, nëse nuk gaboj. Pastaj kaloi drejtuese e agjencisë së lajmeve Balkan Web dhe Radio Rash, më pas për disa vite punoi zëvendës kryeredaktore në televizionin News 24 dhe drejtuese e informacionit në A1 TV. Në vitin 2010 shkëputet nga Shqipëria për të shkuar në Greqi për 4 vite, ka qenë korrespondente e Newsit dhe atëherë, por bëri edhe një profesion tjetër, të cilën ne kemi të gjithë neve gjuhë letërsisë, mësuesi gjuhës shqipe. Dhe kur u rikthye në Shqipëri në 2014, ne rimori stafetën atje ku e la, duke ndërtuar një ndër ekipet me vendosmëri dhe butësi që bën akoma sot diferencën. Ishte një nga figurat kryesore të raportimit të pandemisë në vitin 2020 me raportazhe nga Spitali Infektiv dhe Reparti i Kuq. Dhe me gjithë këtë CV të pasur, ka vetëm një defekt, nuk del shumë shpesh në media. Intervista e saj e fundit është në vitin 2020 për Dritare TV, edhe unë jam shumë e kënaqur që sot të kem Anila Jole. Faleminderit Bona, faleminderit. Jam e kënaqur që bashkëbisedojmë. E shikoj këtë si një hezitim në përgjithësi për vajzat e medias, por pa merak, sepse kjo studio ka provuar që unë i ftoj të flasin për veten dhe ato flasin prapë për punën, dhe besoj që ti nuk do jesh përjashtimi. Por arsyeja pse unë ngulmova që ti të ishe këtu, për të gjitha kontributeve tënde si gazetare, është hera e parë që unë kam një drejtuese në media, dhe shumë ankohen që gratë dhe vajzat në media nuk kanë shumë pozita drejtuese, dhe mund ta fillojmë nga këtu, si është të drejtosh sot një media si grua? Patjetër është e vështirë të drejtosh një media si grua. Gruaja në tërësi në Shqipëri ka vështirësitë e saj për të ecur në profesion, dhe sidomos në profesione të tilla ku ke të bësh me menaxhim njerëzish, por edhe me menaxhim situatash, lajmesh, ti e di veti e vajzë e këtij grua, e këtij profesioni. Por me sa duket periudha e gjatë, përvoja e gjatë që unë kam patur në media më ka bërë një lloj lidere, në thonjza të themi, një lloj drejtuese, një lloj organizatore që me sa duket e kam edhe një lloj aftësie, dhe kjo është parë dhe është vlerësuar nga drejtuesit. Nuk e kam parë asnjëherë, me thënë të drejtën, unë si Anil, flas tani për shembullin tim, që si gruat kem hasur pengesa ose paragjykime. Padyshim, nuk është se unë linda dhe u bëra drejtore lajmesh. Patjetër kam qenë varëse e shumë drejtorëve të lajmeve. Po, patjetër. Meshkuj. Po. Të cilët ndoshta në këndvështrimin tim shpeshherë gabonin, shpeshherë duhet ta bënin ndryshe, por gazetaria, siç e di, nuk është një shkencë eksakte dhe secili është subjektiv në vendimet që merr, por vendimet kryesore që duhet të merren nga të gjithë një lloj është shpejtësia dhe saktësia e lajmit. Përvoja ime bëri që pas shumë vitesh punë, domethënë, unë të drejtoj ekipin e News 24, gjë që de facto e kam bërë për shumë vite si kryeredaktore. Dhe për mua nuk ka rëndësi emri drejtor lajmesh apo kryeredaktor, është pothuajse e njëjta gjë. E rëndësishme është të drejtosh, të drejtosh punën, të dish ta menaxhosh situata krizash, lajmet e fundit, të menaxhosh edhe vërtetësinë e lajmeve që futen në transmetim. Është e vështirë, por nuk është e pamundur. Do të citoj reporterin e parë të luftës, Martha Gethorn, e cila, meqense nuk do merremi me pjesën e të qenit gazetare, dua të them cila është specifika e të qenit grua. Dhe ajo thotë që të jesh grua është një punë prej vërteti, nuk mjafton asnjëherë ta bësh punën tënde në paqe, përndryshe je një egoiste, duhet të jesh gjithmonë dy gjëra në të njëjtën kohë. E gjen ti veten në këtë përcaktim? Apo se kjo është shkruar në vitin 1940. Të them të drejtën, nuk e di se si ndihet një burr në vendin tim. Këtë nuk e di, domethënë çfarë përjeton ai, si qasen të tjerët atij. Është tjetër gjë çfarë shohin, por si ndihet ai, unë nuk e di. Dhe nuk shikoj se ka një vështirësi shumë të madhe. Okej, njerëzit ndoshta në veten e tyre kanë një mosbesim të parë që përballen me një grua, por me thënë të drejtën nuk e kam ndjerë.
më është bërë kaq e imja dhe organike kjo punë sa që nuk shikoj në një sforcim. Patjetër duhet të punoj shumë. Besoj që dhe mashkull po të isha me këtë formim që kam dhe me këtë mënyrë të punuari, them se duhet të punoj shumë që të isha aty. Nuk besoj se ka të bëj të qenit grua apo burr. Si të duket statusi gazetareve sot, mbas 32 vitesh karrierë? Çfarë ka ndryshuar për mirë, çfarë ka mbetur në vend dhe çfarë ka ndryshuar për keq? Pata pak më parë bisedë me një studente në Londër që dëshiron të mbaroj gazetarinë dhe të vinë në Shqipëri dhe i thash unë nuk jam shumë entuziaste për këtë, sepse profesioni gazetares, sidomos i gazetares në Shqipëri, po i gazetarëve në tërësi, është vështirësuar mjaft. Nga një anë është vështirësuar, nga ana tjetër është zhvlerësuar. Po ta krahasoj këtë me fillimet e mia si gazetare, kur ne vraponim për të gjetur lajmin, vraponim për të kapur dikë për intervistë, ti e di, ne kemi punuar bashkë shumë vite dhe entuziazmoheshim kur gjenim një lider partie politike apo ku diun një drejtor institucioni apo kur gjenim një lajm, një ndodhi në rrugë që ishim të parët, ishim të vetmit, kurse sot nuk ka të tilla gjëra. Sot lajmet janë një SMS në WhatsApp, nga një mbledhje e mbyllur partie, nga një hermetizëm i institucioneve shtetërore. Pra në këtë pikë e kanë shumë të lehtë. Por nuk kanë kënaqësinë që ne kishim, sepse adrenalinin që ne kishim, sepse ne kur shkonim në redaksi dhe thoshim unë sot kam një intervistë, se s'dua të përmend emra, po mbaj mend, kam marrë një herë intervistë Fatos Nanon. Ishte duke dal nga Selia dhe përfitova nga rasti, edhe ti me siguri. Përfitova nga rasti dhe bëra disa pyetje të shpeshta ai me ato batutat, unë nuk e di, isha e vëmendshme 100% e përqendruar për të përgjigjur se kishte atë nivel që kishte, ama ti ishe krenare që shkoje në redaksi dhe thoje sot lajmin e parë kemi Nanon dhe se ka asnjë televizion tjetër. Sot e sheh se nuk ka asgjë të tillë. Çdo televizion ka pothuajse lajmin e parë të njëjtë. Gjithçka ndryshon vetëm nga politikat e televizioneve, por si lajm asgjë s'ndryshon. Dhe kjo nuk është e bukur. Okej, kjo është pjesa që ka ndryshuar për keq. Në një gjë që ka ndryshuar për mirë, duhet ta pranoj. Mbaj mend kur punoja te TVK-a ato vite, punonim nga mëngjesi deri në darkë, shpesh edhe të dielave. Nuk është se na detyronte njëri, por ishte ajo fryma që duhet të jesh në punë sepse si dihet ndoshta pagat nuk ishin ato që duhet të ishin. Ishte një lloj strapacimi. Unë punoja dhe në radio dhe në televizionin koha dhe dilja nga shtëpia në 8 dhe shkoja në 11 natës pasi mbaroja gjë që tani nuk ndodh, me thënë të vërtetën. Ne tani, unë si drejtuese kam shumë shqetësim këtë që gazetarët të punojnë me turne, në kuptimin që edhe pas ditja që duhet mbuluar të ketë një gazetar, por jo të ri ai që ishte turni i parë të ri deri në fund, të jetë puna e ndarë dhe njerëzit të mos mbingarkohen, sepse ka ditë të tilla që ata do të mbingarkohen gjithsesi, siç janë zgjedhjet, siç janë ngjarjet të rënda që ndodhin, protestat, katastrofa, tërmeti, gjëra të tilla tërmeti, pra ku ne nuk shohim më orare dhe as paga, as shpërblime, ne thjesht punojmë. Atëre për të kompensuar këto ditë e tjera që janë mëse normale, edhe ata të kenë jetën e tyre. Kjo gjë mendoj se është rregulluar. Ka ndonjë gjë që ka mbetur në vend dhe nuk ka ndryshuar? Punohet pak ose një lloj si atëre për ngritjen profesionale të gazetarëve. Nuk shqetësohet askush për këtë, më duket mua. Mendoj se kanë shumë nevojë. Unë ndjej edhe vetë. Kaq vite është vetë ambicia apo dëshira që të ndryshosh, duke lexuar, duke parë më shumë, duke parë media të tjera të huaja, por ama njerëzit të rinj kanë nevojë për workshope, për trajnime, që duhet t'ua bëjnë njerëz edhe më profesionistë se sa ne, ndoshta nga jashtë, nga media shumë më të përparuara. Ndryshe ne nuk mund të ecim, sepse politika këtu, gjithçka që lëviz është në një nivel, mund të them, mediokër. Ne duhet të ngrihemi mbi të që të japim shoqërisë një informacion, një raportim më të lartë, sepse unë mendoj se publiku duhet ta tërheq media, jo media të tërhiqet nga publiku. Ne në Shqipëri më duhet se kemi rënë në këtë se s'do ta quaj qerthull apo grop, ku batak ku na tërheq ajo që do publiku, ne i japim atë. Jo duket, po është e qartë kjo. Televizionet ndoshta më pak, po sidomos mediat e shkruar, online janë, po flas televizionin në lajme jo, sepse televizioni në pjesë të tjera po. Është ajo që kërkon, por duhet të ndodhe kundërta. Ne kur të arrijmë kësaj atëherë do të kemi një lloj emancipimi si shoqëri. Është vërtet, sepse edhe ai justifikimi që ti nuk mund të pretendosh një media më të zhvilluar se sa sektorët e tjerë të vendit, nuk qëndron në këtë rast, sepse media duhet të jetë në gjendje që ta emancipojë shoqërinë. E ka detyrim që ta emancipojë. Ka një debat për këtë dhe unë kam debatuar edhe në redaksi me prorë të mi, me ishe prorë të mi,
kur thoshin që nuk e ka qëllim media këtë, jo, për mua e ka qëllim media. Edukimi ndoshta duket fjalë e madhe, komuniste, ashtu është. Por emancipimi që përdoret ti është tamam. E ka për detyrë emancipimin, siç po ndodh e kundërta me disa media dhe me ato që po transmetojnë dhe që po ndikojnë tek rinia. Ky është ç'edukim. Modelet të këqija që japim. Ne kemi për detyrë, paktën unë sa mundem e bëj këtë gjë. Mendojmë shumë se çfarë do të nxjerrim, se lajmet e kanë pak më të thjeshtë se sa programet e tjera, se lajmi ka një kornizë të vetën. Por kjo nuk ka ndryshuar. Pra, gazetarët janë pjesë e kësaj shoqërie, kush më pak, kush më shumë lart, por nuk jemi shumë më lart në mënyrë që të tërheqim duhet të jemi. Kjo është e keqe. Gjatë karrierës tënde më ka rënë në sy që ke mbështetur shumë vajza të reja, të cilat sot janë figura të qëndrueshme të ekranit dhe e ke bërë në mënyrë të natyrshme, pak të emrin e jashtëm që ne sot i themi mentorim, kush është mentorja jote, dhe që po kërkohet shumë. Dhe kjo më shtyn të pyes për vlerat që duhet të ketë një lidere, sepse mentorimi ose udhëheqja e më të rejave drejt ngritjes profesionale është edhe një nga vlerat e rrjetit të grave në media që ne kemi iniciuar në AUA në bashkëpunim me Sajdev. Pse e bën këtë, Nila? Nuk e frikë se ato mund të të marrin nesër vendin e punës, mund të bëhen më mirë se ty dhe se është një botë e egër, ka shumë konkurrencë. Domethënë si vjen te ty kjo gjëja? Edhe ma bëjnë të pyetje shpesh dhe shoqet e mia ose njerëzit e mi të afërt thonë, mos jep shumë ide, pse? Është e vërtetë dhe në një regji veten duke thënë gjëra që edhe mund t'i kisha kursyer, të betohem për këtë. Nuk e di pse jam kaq e pakursyer. Madje një njeri i afërt thotë nuk je për këtë botë, je dobët, më thot bile më shan, je skandal. Njeriu nuk mund të jetë kaq dashamirës në këtë botë. Por unë ashtu jam, dhe unë i them, unë ashtu jam, nuk besoj se do më ndodh keq nga dashamirësia. Deri tani nuk kam parë keq nga kjo. Kujtoj veten time në fillimet e gazetarisë, unë kam pasur mentoren time të parë, që rastësisht e kam dhe kushërir të largët, por ne atëherë nuk njiheshim nga afër, Amalia Dhamo, ish gazetare e televizionit shqiptar. Dhe ajo, madje kur unë fillova punë te Radio Koa, e dinte që më kishte kushërir, por nuk më afroi dhe se harroi këtë skenë, ajo ndoshta kujton se unë se kuptova, më mbajti goxha larg, duke për të kuptuar kush isha unë, domethënë çfarë përfaqësoja, a isha e aftë të isha pjesë e Radio Kohës, dhe më provoi 2-3 herë dhe e kuptova që pasi pa punën time dhe më njohë edhe natyrën time, ajo më afroi dhe pastaj më dha nga përvoja e saj derisa unë vazhdova. Dhe pa atë, nëse ajo do më kishte mbyllur derën ose do i kishte thënë pudim pronarit të medias që kjo vajzë nuk bën, padrejtisht, atëherë mendoj se padrejtisht, unë nuk do isha futur kësaj rruge që e doja aq shumë. Prandaj e shikoj si një detyrim, detyrim ndoshta jo, po ashtu e konsideroj unë, është detyrim që unë nëse shoh dikë që i pëlqen ta bëj këtë punë, unë duhet t'i jap dorën, ta afroj, t'i krijoj kushtet, t'i jap ato që unë di, gjithçka që unë di, sa më shpejt të mundem, sa më mirë të mundem, dhe pastaj do të varet nga kushdo është e vërtetë që janë shumë vajza dhe shumë djemë të rinj që sot janë në gazetari, të cilëve ju kam dhënë shumë. Aq shumë sa që nuk i mbaj mend të gjithë, beson? Te një gazetar ose gazetare e re, po sidomos te një gazetare e re që mendon që talenti do ta bëj atë më të mirë se ç'është. Para ajo që për mua ka shumë rëndësi dhe më intereson shumë është gatishmëria e saj për të punuar, dëshira e saj. Pra jo një njerëz që unë ul kokën duke punuar dhe harroj që e kam në redaksi dhe them kujt t'ja jap këtë punë. Aty ajo nuk do të bëhet kur gazetare. Dhe ka të tillë në redaksi që ti e ke aty dhe ti thua, s'kam kujt t'i them ta bëj. Ajo duhet të jetë e pranishme të kërkojë diçka të ta rrëmbej punën nga dora. Këto i vlerësoj shumë. Dhe pastaj dyta është ajo shkrimi që bën, mënyra se si e shkruan atë ngjarjen që ka ndjekur, apo konferencën e shtypit që dëgjoj, apo gjithçka tjetër. Dhe aty ti mund të gjesh gabime, mund të fillon. Pastaj nëse ka këto dy tipare, pastaj ajo bëhet. Dhe të gjitha ato që unë kam ndihmuar kanë qenë të tillë. Nëse unë shikoj se nuk e ka me dëshirë, do t'i bëj vrejtje 1 herë, 2 herë, 3 herë, por pastaj nuk është për këtë punë. Kjo puna jon do një vullnet dhe një dëshirë shumë të madhe. Sepse kjo punë nuk ka rutinë, me thënë të drejtën, por rutina e saj është e lodhshme. Nuk ka rutinë, po ka një rutinë, domethënë, ju them gjithmonë në një punë kur jam me lodhën në mëngjes, po si s'patëm një ditë të qetë. Kur them të qetë, jo se s'do ketë lajme, se kjo s'ndodh kur, po ti jenë ato lajmet
e zakonshme që ti bën pretorën të Jemi si në gjendje lufte gjithmonë. Gjithmonë si në gjendje lufte, po si ka mundësi? O është Shqipëria që prodhon kaq shumë, ose është profesioni e ka lënë profecin Bismarcku. Ne tani e zgjodhëm këtë profesion dhe nuk kemi çfarë ankohemi, por e tillë është. E kuptoj. Herën e fundit që kontrollove ti je vetëm drejtori informacioni grua në Ashtu. Po. Edhe dje në kur bëm përurimin e rrjetit të grave në media, Isa Myzyra që është kryetari i Asociacionit të Gazetarëve në Shqipëri, tha që për fat të mirë kemi Nila Jolen që është drejtore informacion. Ka patur, unë po them tani aktualisht. Si mendon ti pse vjen ky tavani qelsh për gratë dhe vajzat në media, dhe pse ato kanë vite të gjata pune, përvojë shumë të mirë, aftësi organizative shumë të mirë. Një arsye e gjitha tani. Mendoj se që të arrish të bësh drejtor informacioni duhet të kesh kaluar një kalvar të gjatë pune në këtë profesion. Dhe them se vajzat që e nisën me mua e kanë lënë profesionin. Mendoj se është kjo një arsye shumë e madhe. Sepse nëse do të ishin tani mos përmend emra se s'dua të harroj, po ti ishe ti. Valbona Kurtin e ke kryeredaktore tek Stopi. Po ka qenë Ilva. Ilva ishte, po pastaj u largua për arsye të tjera. Më kujton në një vajzë tjetër, Besadën kemi pasur kolege. Nila Basha ka qenë. Anila Basha, prap ka një rol drejtues në një. Po sërish janë pak. Dhe po paksohen. Po paksohen. E pra, i trëm ky profesion nuk është një profesion që të sjell. Unë them për pjesën drejtuese se profesionin ato vazhdo mund ta bëjnë. E kuptoj, por nga që ato e bëjnë profesion, por janë larguar nga media e madhe, ku mund të ishin drejtorë informacioni. Është një punë shumë e lodhshme që me sa duket e punuara ndeshmërisht dhe vetëm me pagë nuk të bën kurse si të pasur. Prandaj të gjithë janë larguar. Dhe më thonë shumë njerëz ti stoike ndenjën deri në fund. Kjo varet nga natyra ime, jo se unë s'doja të isha edhe më mirë ekonomikisht se sa një gazetare në media, por edhe ndonjëherë rruga ashtu është një lloj zgjedhje. Dhe them se kjo është arsyeja. Se duhet ta thoja këtë, më fal, nëse gjitha këto emra që përmendën do ishin sot në redaksi gazetare dhe unë drejtoresh. Atëherë do të thoshin pse ti dhe ato jo. Por kur ato nuk janë më në media dhe ka vajza shumë të reja, sigurisht që s'mund të jenë vajzat e reja. A mund të jetë një faktor familja që ato krijojnë gjatë rrugës dhe angazhimi me fëmijët, sepse kam pasur në këtë studio Esion Akonomin, e cila ka punuar edhe për fat të keq. Esion nuk është më reportere tani, ka vetëm 2-3 javë dhe ajo ka thënë një fjali që ka ngelur me mua dhe besoj edhe me komunitetin e ajo podcast që gazetarët kur bëhen me fëmijën e parë fillojnë të mendojnë si do ta balancojnë karrierën. Esion është merr të çunin dhe për fëmijën e dytë largohen nga profesioni. Është e vështirë. A mendon që mund të jetë edhe kjo, nuk e mund ta rregullojmë këtë gjë në 2026-ën, sepse nuk jemi ende në momentet kur një grua duhet të zgjedhë o karrierën o familjen. Nuk mendoj se do ta rregullojmë, se s'do shoh njeri se si t'ju lehtësoj jetën gazetarëve. Kjo për gjitha gratë në karrierë është ky problem, por gazetaria ndryshon për këtë fakt që të ardhurat nuk janë aq të mëdha, saqë ajo të sigurojë fëmijët në një mënyrë tjetër dhe të jetë e lirë në profesion. Fatkeqësisht nuk besoj se është momenti apo është akoma jemi në kohë për ta rregulluar. Do kalojnë kohë. Tek intervista e vetme që unë gjeta. Jo, duhet të bëj një saksim se më mërziten kolegët, unë kam folur por në televizionin tim, gjithmonë, më shpesh në televizionin tim. Jo, unë them për të tjerë. Për të tjerë po, më pak, shumë më pak. Thua që nga ngjarjet që ke përjetuar, gazetarët e brezit ton kanë kaluar kohra shumë të vështira, ke veçuar vetëm pak, marsin 97, ke punuar në Koç, 14 shtatorin e 98-ës, luftën për Kosovën, eksodin e bashkëdetarëve tanë, tërmetin dhe pandemin COVID-19. Deri ke lufta për Kosovën kam qenë dhe unë. Kemi qenë bashkë të bëj emisionin me të ndjerin kolegun tonë Artur dhe me Turin. Por dua të them një drejtuese e cila nuk heq dorë nga adrenalina e të qenit gazetar. Dhe këtu kam parasysh reportazhet që ke bërë gjatë kohës së pandemisë që edhe i ke veçuar si momente ku nuk i rehat nëse nuk e raporton vetë, se ti sigurisht që e ke edhe mundësinë që ta bëje me kolegët e tjerë dhe me stafin tënd.
Nuk e bëra për mungesë besimi, absolutisht. Ne kishim shumë gazetarë të mirë, por COVID-19 ngriti shumë pikpyetje, ti e mban mend. Konspiracion, pikpyetje, dyshime, mosbesime, edhje balte mbi mjekët, shumë pikpyetje. Edhe mu desh që ta shoh vetë me sytë e mi ty, vetë dhe ta konceptoj unë. Mund të them, nuk arria ta besoja se si do ta perceptonte gazetarja, do perceptonte atë të drejtën, nuk po them se unë hyra dhe perceptova 100% atë që ndodhte. Natyrisht unë në gjithë ato shëtitjet e mia nëpër spital isha shoqëruar nga mjek dhe një konspiracioniste ose siç më shkruanin nëpër komente disa, ata të kanë çuar ty atje ku donin ata të çonin, por unë e mora gjithë atmosferën, veçanërisht tek Spitali Shefqet Ndroçi Covid-3, e pash nga kati parë deri tek i fundit, ka qenë një përvojë shumë mbreslënse për mua në kuptimin e emocioneve të thella që përdora dhe të provova dhe të forta, por edhe tek spitali tjetër ishte një gjendje. Pra, më desh që vetë unë të jepja përgjigje disa nga pikpyetjeve. Ju dhash disave, disa tjera patjetër që mbeten, sepse unë nuk mund të futesha në çdo skut dhe nuk jam mjeke për të kuptuar se nëse ky i smur po trajtohet siç duhet apo jo. Por ama disa pikpyetjeve ju dhash përgjigje. Edhe pamja ime kur dal nga ato spitale flet vet, ishte një traumë shumë e madhe, domethënë shikoje. Edhe nuk dua të përsëritet kur ajo kohë, sepse ishte gjë më e rëndë. Ajo tërmeti, gërdeci, ngjarje të forta që ne na shënjojnë dhe ajo që më bën përshtypje bona është se takoj të dielave për shembull motrën time, miq të tjerë që i takoj një javë sepse jemi shumë të zëndën edhe ata, edhe çuditem se çfarë ka ndodhur edhe kur citojnë ndonjë gjë. Pra ka njerëz të cilët kushtuar në profesionin e tyre, siç janë artistë apo lloj profesionesh, nuk i bën përshtypje ajo që mua më lë pa gjumë një natë. Kjo është pastaj edhe problemi im, sepse njeriu nuk do t'i marrë dhe shumë brenda ato që ndodhin, sepse jemi edhe si mjekët, të cilët po morën brenda sëmundjet e pacientëve dhe dhimbjet e tyre, ata nuk do arrin t'i shërojnë ata, por jemi njerëz dhe diçka hyn brenda. Dhe ky profesion të ndjeshme ndoshta, jo të gjithë. Prandaj tash ndoshta jam unë e gabuara. Gjatë kohës së Kosovës më ka bërë përshtypje një frazë një analisti shqiptar i cili tha kur ti raporton për luftën dhe për viktimat, duhet të jesh e ftohtë sepse i bie që ti të qash si kirurgu që ka përballë kufomën edhe që po e diskutueshme më duket edhe mua. Dhe thash nuk mund, kjo është diçka jashtë natyrës time, sepse nuk mund të jem kurrë aq e ftohtë. Mbi të gjitha jam njeri. Nila, kjo pjesa e gazetarisë që të rëmben dhe të thash që të ftova për të folur për veten dhe prap dolëm tek puna. Si e shikon ti këtë brezin e ri të gazetarëve që kanë ardhur edhe që kanë më shumë qasje tek mjetet e teknologjisë, punojnë me multimedia shumë, janë edhe në presionin e kohës të rrjeteve sociale me këtë intensitetin që ajo që ka ndodhur para një minute nuk është më lajm. Edhe dua të shpjegosh edhe për ata që na ndjekin si zgjedh ti lajmet në një edicion informativ? Sepse ti je, si me thënë, finalja. Ta kaluar tek ty, si e zgjedh me çfarë ta hapësh edicionin? Kur duhet vi lajmi i dytë? Kur duhet vi lajmi i tretë? Kjo është ajo që thash pak më parë, që ti ish gazetar duhet mund të kesh studiuar gazetari, mund të kesh edhe një përvojë, por po s'pate intuitën e gazetarit ti nuk mund të bësh. Kjo është për të ardhur keq, po kështu është. Edhe unë është një lloj sikur ngrihesh kështu për gjumë, është edhe të pihet tu dhe shkon me sy mbyllur e di ku e ke. Kështu është edhe lajmi i parë, i dytë dhe i tretë. Domethënë pra me intuitën time unë e di se kush është lajmi i rëndësishëm. Besoj se kam të drejtë, nuk di se patjetër me diskutim, unë jam njeri edhe pse drejtuese që mund të kesh dëshmitar kolegët e mi, redaktorët e mia që e diskutoj shumë diçka, pra nuk vendos veton. Si mendoni, ja vlen ky lajm i parë kur e kam atë dyshimin që mund të jenë dy të një rëndësie, edhe mund të marr mendimin e dikujt tjetër, por në përgjithësi është intuit. Pra me intuitën time, me këtë përvojë kaq të madhe nuk është problem për të përzgjedhur lajmet. Kurse për pyetjen tjetër për gazetarët e rinj,
me keqardhje them që nuk kanë lidhje me brezin tonë, jo se ne jemi brezi më i mirë i gazetarëve, por them se kemi bërë më shumë gazetari të vërtet. Sot është ajo që the, janë fatkeqësisht chat GPT-ja, është WhatsApp-i që vin lajmi, pra të gjithë kanë një lajm me WhatsApp nga zëdhënësi, është e tmeshme. Tani varet kush e formulon më bukur, por nuk është kjo gara. Nuk është kjo gara. Nuk e di se si do dalim nga kjo krizë. Ky është problemi. Ose televizionet janë duke ndjekur modele si ajo, besoj unë. Shpresoj, por nuk e di nëse na kanë modele apo jo. Unë besoj që do krijohet ky komuniteti. Shpresoj, sepse është për ta keq që duke rënë niveli gazetarëve të bjerë niveli televizionit dhe televizionet të dalin të mos jenë më. Edhe ata që punojnë me ty kanë dhe një fat të keq se ti ke mbaruar për gjuhë letërsi dhe gjuhën e ke primare. E kam primare dhe më vjen keq se televizioni im i ka të gjitha gjërat të shkruara. Edhe ndodh që bëj gabime. Nuk ka diskutim, nuk i shpëton dot asaj, edhe më vjen shumë keq sepse them po mirë, ai kuptoni që ata thonë që te televizioni janë edhe pse nuk po e shkruaj, më vjen shumë keq. Gjuhën e kam, domethënë, një shumë të rëndësishme, shumë të shenjtë. Mirë, por ja edhe kjo është, pra student që mbarojnë gjuhë letërsi, që mbarojnë gazetari, bëjnë gabime në të shkruar. Kjo është për të ardhur keq, por duhet të mirë kuptojnë. Edhe trajnim, tërë ditën trajnim, fjalorin, kam bler një fjalor, kemi prej vitesh aty të trash kaq, ose online, ose por unë i besoj më shumë këtij të letrës, se të fikson më mirë. Të lutem, kur dyshon, hape fjalorin, më pyet mua, mos ki turp, derisa të fiksohet që kjo fjalë nuk bëhet me e, po bëhet me e tjera. Domethënë, ka 100 probleme gjatë të tetorëve. Si e kupton? Renditja lajmeve është më e lehta në periudhën tënde në Greqi. Se ne kemi bashkëpunuar në një projekt shumë të bukur, që ti dhuroje libra abetare për fëmijët e emigrantëve në klasat e shkollës shqipe, dhe ti lobove që Ministria e Jashtme duhet t'u asiguronte bashkëgazetarëve. E shkrova në Facebook të nëse të kujtohet, 2010 duhet të qenë se 11, mos qosha gabim, që shteti s'po përgjigjet, ata presin librat, dhe ti më shkrove një mesazh, Anil, pse nuk hap një fushat? Një ide mirë, hapëm një fushat, u mlodhen gjithë ato libra që besoj që për 2-3 vjet i kanë pas të siguruar, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Aty më duk vetja si ajo Dafina te mësonjtoria. Është një ndjesi shumë e bukur se mësuesinë e kanë bërë 2 vjet edhe në Korçë. Po ndryshon, edhe pse edhe aty bukur ishte, punoja në fshatra mësuese e gjuhës për 8 vjeçaren, dhe ishte ajo se fëmijët të shikojnë kështu sikur je një njerëz që vjen nga qyteti, atëre të paktën, se tani kanë ndryshuar pak. Kurse atje një mallëngjim tjetër, ata që skuptonin disa gjëra elementare, që të pyesnin që ngatronin gjëra elementare, që dëshironin shumë të mësonin. Ishte shumë mallëngjim, shumë edhe përvojë shumë e bukur. Ata tani janë rritur, imagjinoje tani unë në 2015 jam kthyer, kanë kaluar 10 vjet, ata atëherë kanë qenë 8 vjeçare, tani ata duhet të kenë mbaruar gjimnazin, nuk i njoh më, të betojmë. Vetëm 2-3 që i kam në Facebook i shoh se si rriten, janë rritur shumë, nuk e di ç'ka ndodhur me shqipen e tyre, edhe pse unë kam thënë dhe e them prapë që Greqia është një nga vendet e botës që ka më shumë shkolla shqipe, pavarësisht mendimit që ekziston këtu. Kur kanë folur me Adi Krasën në intervistë, jo, po më gënjen. Është e vërtet, ka dhjetra dhe dhjetra shkolla shqipe. Sigurisht jo nga shteti grek, po nga shqiptar vullnetar. Dhe nuk e di tani nëse ka rënë interesi shqiptarëve apo vazhdon të jetë i tillë. Por që kur i shohën filloi të binte, numri i nxënësve nga 165 që gjeta unë vitin e parë, ra deri në 70 në vitin e fundit. Bie interesi sepse jeta të rëmben, ai jeton aty, punon aty, quhet tashmë shtetasi i atij vendi, edhe mjaftohet me fjalorin e përditshëm të shqipes në shtëpi, kurse në jetë nuk i duhet shqipja. Do kishte dashur të ishe mësuese? Në vend që të ishe Anila gazetarja? E mendoj ndonjëherë. Edhe unë e mendoj, me thënë të drejtën, ne që kemi diplomën për mësuese e gjuhë, më duket që është profesioni më i bukur. E shikoj se mësuesit janë shumë të pakënaqur nga raportet, nga qasja e nxënësve me ta dhe e prindërve. Kam njerëz shumë të afërt mësuese dhe ma tregojnë që është një punë shumë e vështirë. Pra nuk është më ai besimi që ka qenë tek mësuesi. Është gjithë problemi në qendër është nxënësi, ati të mos i prishet qefi, ai të mos fyet, ai të mos bullizohet, por se që ndodh me këtë mësuesin e vetëm mes 40 nxënësve, askush nuk pyet. Dhe them se jo. Megjithëse ka disa të mira të Anila gazetarja. Kjo është një hapësirë që neve
gërmojmë pjesët profesionale, por sidomos ato personale për të cilat ti nuk ke qef të flasësh. Jo, flas, E megjithatë, unë dua të flas për Nilën si grua, për Nilën që e pi një gotë verë në darkë, në tingut e kitarës që nuk mungon asnjëherë në një shtëpi ose familje korçare, dhe të kam parë që e luan bashorti yt, piktori Vangel Nikolla. Në për udhëtime të paqta, edhe ndonjë festival, edhe këngën me Gjergj Lekën në parkun që mbuluan fletët. A është kjo gruaja që ti doje të bëhesh kur dile para pasqyrës dhe imitoja Amalia Dhamën? Po, kjo është. Pra, besoj se kur unë dile imitoja Amalia Dhamën, kam në ndërgjegjen tim kam dashur të bëhem gazetare. Unë kështu e përkthej tani, se nuk është se e kam të ndonjëherë me zë të lartë që unë do bëhem gazetare kur të rritem, se në fakt në ato vite duke diçka e pamundur që ta thoje. Po mbase mund të kisha thënë unë dua të dal në televizor. Në televizor, diçka e tillë, po. Dhe mikrofoni ka qenë diçka që në shkollë, domethënë e përdorja kështu me e sajoja sikur isha duke folë në mikrofon. Pra, besoj se unë e kam dashur këtë profesion, po dhe këngën e kam dashur shumë. Kam kënduar në vërtet në skena Korçe kur kam qenë e vogël, edhe me këngën e Gjergj Lekës unë kam realizuar një ëndër, domethënë. Se nuk është se nuk thash se do bëhem këngëtare profesioniste, por ajo dhe një këngë tjetër. Po, pra, ajo dhe një këngë tjetër që kompozoi Gjergji për mua dhe e kam kënduar, janë dy ato realizimet e mia dhe jam shumë e kënaqur. Jam shumë e kënaqur që i kam bërë, kaq doja. Në një skenë me një këngë krijim profesionist, me orkestër profesionale dhe e realizova. Gazetaria po u realizua. Ëndra tjetër ishte që të gjeja një shok jete që të ishte pranë nivelit tim, pranë moshës time, pranë kërkesave dhe formimit tim, pra gazetaria mund të qetë një lloj arti dhe ky të ishte në këto ujra, edhe falë Zotit dhe kjo mu realizua. Sa mirë. Është një bashkëshorti im, Vangeli është një njeri i mrekullueshëm, një njeri i qetë, piktor siç e the, s'mund të jetë ndryshe besoj një artist, nuk e di. Sa portrete të ka bërë? Më ka bërë 2 portrete. Po tani nuk dua më, mjaftojnë që ta kujtoj veten më të re. Është i bie dhe kitarës, këndon shumë bukur, madje është shumë më intonuar se unë, këndon shumë bukur dhe jam shumë e lumtur me të. Është dhe njeriu ku unë përplasem si e dallga mbi shkëmb kur vi e stresuar, kur diçka s'më ka ecur mirë, edhe tani kujtoj që kur nuk e kisha atë, jeta ime ishte shumë e stresuar. Ose ndoshta diçka është riparuar me moshën, sepse patjetër ne tani dim ti superojmë gjërat më mirë, ose është edhe ai që e thith atë stresin tim edhe më të çliron, më thot disa gjëra që e kuptoj sa të drejt kam, jam stresuar kot. Bashkëbisedimi me të më çliron shumë. Ti je shumë e lidhur me qytetin tënd të lindjes, me Korçën, me familjen tënde të origjinës, me familjen e madhe që ke, vëllezër, motra, nipër, publik ose jo. Pas ke studiuar mirë. Po, absolutisht, të ndjek. Edhe dua të them, çfarë të çlodh? Çfarë më të çlodh? Po. Unë jam njeri shumë shpirtëror. Edhe të takohem me njerëzit e mi, të përpiqem që të lehtësoj diçka tek problemet e tyre, të them një fjalë të mirë, të ndihmoj dikë prej tyre, është ajo pjesa ime më e rëndësishme. Familja ime ka rëndësi mbi gjithçka. Të marrëdhëniesh ke me leximin, gjen kohë për t'u rikthyer poezisë, letërsisë, poezi sidomos, edhe libra patjetër, por jo aq intensivisht sa që kemi lexuar më përpara, sigurisht, nuk mund të gënjej. Telefoni na ka dëmtuar shumë dhe jo për të parë Reelsa apo TikTok, por thjesht për të kontrolluar Ballkan Web, lajmet e tjera. Është mjet pune. Është mjet pune. Gjithçka bëhet me këtë telefon dhe përveç se na ka ndarë me leximin, na shkatroi syt, na mori kohën e lirë dhe gjithçka tjetër. Por është mjet pune. Nuk e di se si mund t'ja bënim pa të. Cilat janë pushimet e tua ideale? Si zgjedh vendet ku pushon? Nuk është se jam në dilemë të madhe. Greqia është një nga vendet e preferuara, sepse jo vetëm që kalova vite, po dhe më përpara e kisha pëlqyer, dhe është një vend ku pushimet mund të bëhen në mënyrën më qytetare të mundshme dhe në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, pa të përpjekjen për të dukur, për të shpenzuar sa më shumë që të duket luks. Nuk e di nëse të ke bërë pushime në Greqi apo ke nejur disa ditë, grekët janë njerëz shumë të thjeshtë,
që e Në ofrojnë Korkuz, Lefkada, në këto fshatrat a ke të njëjtën ndjesi që nuk ka nevojë të jesh shumë thjesht, një tavern me një uzo çfarë edhe kënaqësi e merr tek ajo, çfarë kënaqësi, sepse patjetër para do t'i shpenzosh se hotelet janë kudo të shtrenjta, por ajo thjeshtësia me të cilën ata janë mësuar të presin turistët është e papërshkruar dhe askush këtu nuk po e kopjon dot. Në Lukov. Pse vajte në Lukov? Sepse ma ke thënë ti. Sepse Lukova ka një ngjashmëri të çuditshme, domethënë në mënyrën se si i trajton njerëzit. Ndoshta ato fshatrat e jugut të gjithë, por Lukova më mirë se sa Dërmiu dhe se sa të tjerët. Ata janë bërë një çik të etur për përfitime. Lukoviotët janë pak më të thjeshtë, nuk di. Po, ndoshta nuk duhet të tregojmë kaq të ashpër me bashkëdhetarët tanë, të cilët turizmin e kanë zbuluar vetëm së fundmi, grekët kanë një jetë që e kanë ndërtuar, dhe ndoshta kjo paqja u vjen pikërisht nga kjo, sepse janë të ngopur dhe janë të vetëdijshëm për bukuritë që kanë. Edhe nuk kanë qenë të varfër si ne. Base, por nëse ke një shembull për ta marrë, po, patjetër. Me njëherë bëje tëndin, është domethënë kopjo. Po shkojmë. Po shkojmë. Pra, derisa po them Lukova është shumë e ngjashme, më kujton atë butësinë, atë mënyrën e sjelljes, të lënit të atij turistit si të pavarur, edhe pse ti je në shtëpinë e tij për shembull, ti nuk e ndjen që e ke pronarin e shtëpisë, ka shumë gjëra të gatimi, pastërtia, gjëra të tilla. Por tani nuk është se do i mbeten vetëm këtyre, do shikoj se kudo. Çfarë raporti ke me gatimin, me që më dole në te? Nuk jam njeriu që gatuaj për ditë, më ndihmon shumë bashkëshorti, i cili e ka kohën e tij më të lirë, menaxhon më mirë vetë sepse punon për veten e vet. Edhe më ndihmon shumë, por unë gatuaj mirë kur gatuaj. Nuk e kam të përditshme, por gatuaj mirë. Dhe nuk jam ai njeriu që them që kur gatuaj jam e mrekulluar dhe jo, nuk jam. E bëj këtë mirë, por se duhet bërë dhe kaq. Dakor. Domethënë ajo shpreha o korçare o hiç fare? Jo, nuk është tek unë. Nuk bëj as byrek. Kam një motor që i bën të gjitha këto dhe ma ka marrë ajo në pjesë. Shumë e bukur. Kur ke familje të madhe, këto janë disa nga avantazhet. Kur mua marrët byrek, e bën ajo e çan një byrek ose dy, bile një ditë i thash na ka marrë malli për byrek, ju kanë ftuar të dielën dhe kur shkojmë në Bonat të betohem, kishte bërë 4 lloje. Miku truri thash kuri ke bërë si ka mundësi që është artiste, është pianiste, di të bëj dhe byrek, pra nuk ka të bëj fare. Kjo është një ndër ato thash avantazhet e familjes së madhe, sepse edhe unë vi nga një familje me 4 fëmijë, kështu që secili ka rolin e vet dhe secili ka atë pjesën e vet. Në mbyllje, se minutat ikin pa kuptuar, unë të doja një këshill nga ty për të drejtuar një media në mënyrë të drejtë dhe të ndershme, pa i rënë në qafë askujt dhe duke vlerësuar potencialin e të gjithëve. A është e mundur të bëhet kjo dhe cila është këshilla jote për drejtueset e reja të medias nëse ato do të duan të vinë ndonjëherë në atë pozicion? Nëse do të quhet që unë realizoj këtë në një përqindje të lartë, sepse patjetër ka gjithmonë vend për përmirësime dhe unë jam njeriu që e kritikoj veten për diçka në këtë punë që bëj. Jam tepër e butë. Pra marr përsipër shumë gjëra dhe më pak jo se s'ka kërkesë llogarie, po kur unë them që ma hasyri që këtë mund ta bëj shpejt më mirë, s'po shpenzoj kohën, ti them e bëj vetë dhe e toleroj pak atë që nuk e bëri bukur, më kupton? Duhet të jem pak më kërkuese, më e ashpër, sepse me sa duket duhet edhe kjo, por njeriu nuk del dot nga natyra e vet, autoritetin unë e vendos edhe pa ashpërsi. Dhe kjo mund të bëhet po, duke dhënë shembullin tënd, pra po nuk punove, unë i kësaj mbetem, unë nuk jam për atë që drejtuesi i redaksisë do ty të përshëndes, të kërkoj llogari të bërtazet të dalë. Nuk e drejton dot një redaksi kështu. Dhe ndoshta kjo më ka ngjiti në këtë vend kështu pa e kuptuar, pa shumë zhurmë dhe bujë, sepse unë kam punuar dhe vazhdoj të punoj saqë ndonjëherë edhe botuesi më thotë, nuk të kam vënë aty që të ulesh në kompjuter dhe të punosh. Por nuk bëhet po mos ule vet, po mos i kalove vet me duar. Edhe kështu jep dhe shembullin. Kur unë punoj, ai që është poshtë me redaktori apo gazetari sigurisht që nuk mund të mos punoj. Pra gjithçka mund të bëhet po punove. Po ti jesh i drejtë me të gjithë, po ti jesh tolerant patjetër, edhe kërkues që unë do ta korrigjoj pak. Më shumë kërkues. Në 50 vitet e ardhshme që kanë mbetur. Mila, shumë faleminderit për këtë bisedë, kaq të çlirët, kaq të vërtetë dhe kaq interesante, sepse ndonjëherë kam përshtypjen që me njerëzit e ekranit kur i
kërkon të flasin për veten, për punën, kanë atë kuadratin, mos e them gabim këtë, mos e them gabim këtë, më shijoj shumë. Jemi tek e vërteta, nëse themi të vërtetën, nuk ka pse të kemi edhe të uroj shumë suksese dhe u bëfshin sa më shumë Anila Jole në median shqiptare. Edhe unë ti. Teleshikuesve të podcastit Ajo, u lë takim në episodin e radhës. Deri atëherë mirupafshim.